Shqipëria është pozicionuar kraj Izraelit në luftën ndaj Iranit, për arsye historike të ditura, por edhe për shkak se vendi ynë strehon mujahedinët kundërshtarë të regjimit të Iranit. Mujahedinët strehohen në kamp në Mans të Durrësit dhe prej andej ata ishin përfshirë në aktivitetet kibernetike ndaj regjimit të Teheranit. Eksperti Xhavit Çala tha se Irani ka synuar të godiste Shqipërinë me raketa në vitin 2023, pikërisht kampin e mujahedinëve në Mans të Durrësit, por kjo ide nuk u realizua. Por më pas ndodhi sulmi kibernetik i Iranit ndaj Shqipërisë. Kjo bëri që Irani pasi të ndërmarrë dy hapa, njëri ngeli projekti D dhe tjetri u bë realitet. E para ishte sulmi kibernetik, që ishte një nga më të ashpërit. Shqipëria nuk ishte sprovuar asnjëherë, ka qenë nga më të ashpërit që ka bërë që cënoi integritetin e të dhënave shtetërore. Nga ana tjetër, ata u përpoqën për të bërë goditje me raketa dhe me dronë ndaj Shqipërisë. Ka dokumenta për këtë, ka botime gazetash, sidomos në vitin 2023 ose dhe më përpara. Një gazetë iraniane e nxorri dhe skemën ku do të godiste ishte paralajmërime të gjitha këto do të goditej në Mans, ndërkohë që kjo pastaj u dha dhe si artikull nga një gazetë londineze. Situata ishte shumë serioze, mbeti projekti D, sepse në fund mund të jenë shfrytëzuar kanale të tjera komunikimi që mund të jenë dhënë paralajmërimet e duhura, ka thënë eksperti Xhavit Çala. Shqipëria dhe Irani i kanë ndërprerë marrëdhënie diplomatike pikërisht për shkak të sulmit kibernetik.